Mirë se erdhët i nderuar në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta, ju faleminderit për hapësirën që na e leni për të shprehur lidhur me këto ngjarje të rëndësishme që ndodhin në anekant botës. Ju faleminderit edhe juve që pranoni gjithmonë të jeni pjesë e emisionit ton. Besoj që është obligim intelektual, nëse jo edhe obligim qytetar që t'i themi gjërat me shkas ashtu siç ndodh kur kemi ngjarje të këtilla, prandaj nuk e shoh të arsyeshme të hezitoj për këto gjëra. Mund të na thoni se çfarë kuptimi ka dita ndërkombëtare e përkthyesve? Shikoni, ashtu sikurse shumë ditë të tjera që janë shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, po ashtu në më 20 maj të vitit 2017 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, duke shqyrtuar mundësinë për të shpallur një ditë siç është kjo e përkthimit, ajo zgjodhi pikërisht 30 shtatorin për ta shpallur pra zyrtarisht si ditë ndërkombëtare të përkthimit. Kjo është ditë që lidhet me figurën e Shën Jeronimit, me shenjtin siç njihet ai shenjti mbrojtës i përkthyesve, sepse e dim shumë mirë se ai bëri një vepër kapitale. Biblën e përktheu në latinishtën e asaj kohe, si është e njohur pra Vulgata, me emrin Vulgata, pra në ato të folmen popullore latine të asaj kohe, cila sot e kësaj dite në Kishën Katolike është në përdorim zyrtar pikërisht ky varianti i përkthimit të Shën Jeronimit. Prandaj duke lidhur me këtë ditë, aq më tepër ne kemi arsye për të mburur me këtë, sepse Shën Jeronimi është nga fisi i dalmatëve, nga fisi i liri i dalmatëve që ka lindur në Stridon të Dalmacisë, dhe ne mund të mburremi me këtë figurë që pikërisht për shkak të tij lidhet pra me emrin e tij kjo ditë e rëndësishme, siç është përkthimi. Mund të na thoni se si e vlerësoni rolin e përkthimit në ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës së shqipe në institucionet shtetërore? Shiko, ne ndodhemi në një proces të pandërprerë, të përditshëm, sepse deshem apo s'deshem, shqipja duke qenë një gjuhë gati e përjashtuar nga institucionet shtetërore, pra këto vitet e fundit ka gjetur një zgjidhje, ndonse nuk është ajo zgjidhje fatlume ashtu siç duam ne, por e rëndësishme është që kanë nisur gjërat të ecin. Pra kemi një përdorim zyrtar, të thoja, të kufizuar ashtu siç e dim të gjithë, dhe në këtë rast deshem apo s'deshem shumë dokumente, akte, shkresa zyrtare, formulare, kështu me radhë, ne jemi të detyruar pra t'u ofrojmë qytetarëve shqiptarë edhe në gjuhën shqipe. Prandaj këto gjëra janë bërë punë e përditshme atyre dhjetra e qindra përkthyesve që punojnë në administratën shtetërore, duke u ballafaquar çdo ditë me një sfidë siç është përkthimi. Dhe në këtë rast natyrisht përkthimi ka edhe ato vështirësitë e veta, sepse në njëra anë ti duhet mbash llogari që shqipen ta prezantosh ashtu natyrshëm, pra komplet me sintaksën, me strukturën e saj, me atë boshtin kurrizor, ndërkaq nga ana tjetër edhe vështirësitë terminologjike, të cilat nuk janë të pakta. Ne dim se kemi të bëjmë me një invazion të madh të termave që depërtojnë nga anglishtja, jo vetëm në shqip, po edhe në maqedonisht, por shpesh jemi të detyruar që këto gjërat i marrim edhe jo vetëm nga anglishtja, po edhe nga maqedonishtja, që shqip duhet përshtatur, pra duhet gjetur ekuivalenti adekuat që qytetarët shqiptar ta kuptojnë se për çfarë flitet kur tu drejtohen institucioneve. Pikërisht, mund të na thuani se cilët janë sfidat më të mëdha të cilat përballen përkthyesit në vendin tonë? Shikoni, e para do të kisha thënë, kam thënë edhe diku tjetër, se sfida kryesore është se statusi i përkthyesit nuk është i rregulluar si duhet, sepse për fat keq është futur në atë, si themi, në një koshme administratorët, ndërkaq ne e dim se përkthimi është një punë kreative, nuk është punë teknike, administrative, siç mund ta perceptoj dikush nga jashtë. Dhe për fat keq kjo vazhdon, ende nuk kanë arritur të gjejnë një zgjidhje për këtë, do të thoja që statusi i përkthyesit të marrë atë të punonjësit shkencor, të punonjësit profesional, pra sepse gjuha është materie e cila kërkon përgjegjësi dhe kompetencë. Në këtë rast unë mendoj se ata në rast parë janë të paksa të nënçmuar në këtë aspekt. Pastaj sfida tjetër është se përkthyesit paguhen relativisht pak
Tani konkurenca na shtohet me sektorin privat, sepse përkthyesit e mirë të gjithë shkojnë atje ku paguhen më shumë, ndërka që ka rrezik që administrata shtetërore, përkthyesit që janë të punësuar atë, ata më të mirët një ditë ta braktisin, dhe kështu që gjithnjë më pak të kemi përkthyes profesionist, ata që na duan. Unë mendoj se ata me përvojën e tyre, me punën e tyre të përditshme, arrin që ti te kalojnë shumë sfida, shumë pengesa, por kjo është punë me përgjegjësi, është angazhim i vazhdueshëm i tyre, cilët ata e kurorëzojnë pra me punën e tyre në zyrë, që është e përditshme dhe zakonshme. Kjo përkthimi është bërë një lloj modus vivendi i tyre, që u mundsojnë pra qytetarëve që dokumentet, shkresat e gjërat e tjera t'i marrin pra në gjuhën anëtare, që në mënyrë të qartë ta kenë parasysh pra se çfarë flitet, sepse ka gjëra që nuk mund të kuptohen në maqedonisht. Nuk bëhet fjalë këtu për një ignorim të gjuhës tjetër zyrtare, si po thjesht kudo në botë është intenca që në gjuhën anëtare ti marrin këto gjëra. Prandaj mendoj se këto janë ato sfidat kryesore të përkthyesve me cilin ballafaqohen sot. Pikërisht, cili është roli i Agjencisë për zbatimin e gjuhës në procesin e përkthimit dhe redaktimit të dokumentave zyrtare? Po që nga miratimi i ligjit të përdorimit të gjuhëve, aty është definuar saktë se cili është roli i kësaj agjencie, që roli i saj është që të ndihmojë institucionet shtetërore në zbatimin e gjuhës shqipe në administratën shtetërore. Dhe natyrisht këtu ka edhe vështirësitë e veta, sepse kur trashëgon një mentalitet të vjetër që shpesh shndërrohet në një lloj, si të themi, qëndrimi burokratik, ose në një lloj fobie që gjuha shqipe po na e rreziko ka maqedonishtën, apo rrezikon gjuhët e tjera të pakicave që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por këto janë vetëm një zhurmë me kot, një retorike zbraza që jemi mësuar ne këtu të ushqehet nga politika ditore, ndërka që e vërteta është se asgjë nuk rrezikohet, sepse në fund të fundit shqipja ose gjuha amtare është çështje identitare e personit që e flet, jo atij tjetrit. Nëse unë e kërkoj në gjuhën time një formular, një dokument zyrtar, drejtohem një institucioni, unë nuk rrezikoj askënd, thjesht unë e marr atë që unë ta kuptoj më mirë. Ndërka që ajo që flitet, që shkruhet shpesh se Maqedoninë na e morën shqiptarët e kështu me radhë, ato janë vetëm retorikë politike që dal nga dal po zbehet, po e kupton edhe pala tjetër, sado që shpesh edhe hasim edhe në rezistencë për këto gjëra, por mendoj se ky është një proces që shkon në favor të qytetarëve, në favor të gjuhës shqipe, e cila dal nga dal po e gjen veten e saj në institucionet shtetërore. Pikërisht, si sigurohet cilësia dhe saktësia e përkthimeve në administratën publike? Të flasësh tani për cilësi dhe saktësi, cilësia është fjalë shumë specifike, sepse ne nuk jemi në gjendje tani të zgjedhim cilësinë, sepse nuk kemi të bëjmë ne me variante të shumta apo me alternativa të shumta që të zgjedhësh ato që është më cilësore. Thjesht ata që janë të punësuar në administratë janë ata që janë, me aftësitë e tyre aq sa kanë, por ndërkaq saktësia është diçka tjetër, ka të bëjë me përgjegjësinë e asaj, sepse duhet gjërat të krahasohen gjithmonë me origjinalin. Unë shpesh e them që kur merret një tekst, një shkresë, së pari qëllimi është të lexohet. Domethënë kur e lexon ti duhet ta kuptosh se për çfarë flitet. Pastaj shumë më lehtë ke ta mendosh në shqip. Ndërkaq kur merret fjalë për fjalë, vetëm duke përkthyer fjalë dhe kuptimin, atëherë kemi të bëjmë, e kam përsëritur disa herë që kemi të bëjmë me një variant të maqedonishtes me fjalë shqipe, që nuk guxon të ndodh kjo. Por për fat të keq që ndodhin edhe këto gjëra, madje edhe në medje, kudo tjetër, po unë mendoj se
kjo arrihet pra në mënyrë empirike, me një përvojë të vazhdueshme në vendin ku punon secili përkthyes, duke ju përkushtuar, duke ju përveshur punës ashtu siç duhet që ta bëj pra me vetdije të plotë intelektuale dhe jo vetëm sa për ta kaluar orarin e punës. A ka mjaftueshëm të themi përkthyes të kualifikuar në institucione shtetërore dhe çfarë bëhet për përgatitjen e tyre të themi profesionale? Shikoni, nuk mund të thuhet se ka përkthyes profesionist. Ekziston ai drejtimi i përkthimit në katedrën e albanologjisë në Shkup që nxjerr kuadër atje, por nuk është i mjaftueshëm ai kuadër, sepse tjetër gjë është të marrësh diplom, të mbarojsh atë, madje edhe me nota 10, që e tjetër është praktika. Pra kur të hysh në procesin e punës është një sfidë krejt tjetër ajo. Dhe ky proces dik tani ka filluar të dalë në dritë dhe t'i shohim me përkthyesit cilët kanë pasur rast në mënyrë teorike atë ta ndjejnë veten si përkthyes, ndërkaq nga ana tjetër edhe në mënyrë praktike ta shohin se çfarë do të thotë marrësh një tekst dhe të përkthesh ose ta përshtatësh ashtu siç duhet. Prandaj nuk mund të flitet për një cilësi aq të lartë. Natyrisht kemi, nuk dua tani të bëhem nihiliste, ti mohoj këto gjëra, por jo aq sa duhet. Sepse kjo kërkon një përgatitje praktike mbi gjitha. Sa është e rëndësishme të themi përdorimi një gjuhe të standardizuar në përkthime të zyrtare? Shikoni, gjuha e standardizuar shqipe është obligim i gjithë shqiptarëve, ata pavarësisht që ka gjëra cilat nuk shkojnë, janë vjetruar, por kjo mbetet çështje shkencore e gjuhëtarëve, të cilët duhet t'i trajtojnë dhe t'i korrigjojnë disa gjëra, por tani për tani siç është kështu, ne të gjithë jemi të obliguar që këtë gjuhë ta zbatojmë ashtu siç është normuar në vitin 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit. Dhe kjo zbatohet në pjesën më të madhe, natyrisht me çalime të vogla, të cilat nuk janë aq tragjike ato, sepse në fund të fundit në këtë proces, në këtë fazë që ndodhemi ne, nuk është aq me rëndësi të zbatohet me përpikri standarde. E rëndësishme është që gjërat i kemi shqip. Mjafton edhe një të folme dialektore ose një fjalë apo një shprehje kështu. Pra kjo fazë nënkupton këtë parje, pastaj më vonë unë besoj që ato gjërat vetë do vinë në vendin e vet. Mund të na thoni se si e shihni të ardhmën e përkthimit në epokën e inteligjencës artificiale? Shikoni, tani kjo puna e inteligjencës artificiale është bërë një lloj miti i sotëm, cilët edhe gjeneratat e reja, po edhe këta të tjera, cilët shpesh spekulohet në emër të saj, por natyrisht unë e shoh këtë që si një mjet pune, ashtu siç që kam parë edhe Google-n, siç që kam parë edhe fjalorët elektronike dhe asgjë nuk na rrezikon çdo gjë që shpiket e re. Pra ato do të mbeten, është çështje ime, pastaj unë a do të kërkoj në Google apo do të kërkoj ndihmë nga inteligjenca artificiale apo ndiku tjetër. Këto janë mjete pune, të cilat deshe apo s'deshe t'i sjell koha. Dhe neve këto gjëra na i ka sjell koha. Natyrisht duhet përdorur, duhet shfrytzuar ato të gjithë mekanizma që janë shpikur për përkthimin, qoftë nga Google, qoftë nga kjo inteligjenca artificiale, por duhet kemi parasysh tekstin e fund duhet lexohet, duhet të shihet, sepse ka edhe gjëra alogjike. Do me thënë, vetë faktori njeri është ai që përfundimtari, ai që ja jep dorën e fundit. Pa e lexuar atë mund shpesh të dalim edhe qesharak ashtu siç ka ndodhur dhe siç vazhdon të. Gjithsesi duhet jemi të kujdesshëm. Ne duhet mësohemi si ta përdorim atë, jo vetëm ta përdorim edhe ta marrim si akt të kryer, sepse nuk ka asgjë absolute. Inteligjenca artificiale njeh vetëm ato gjëra që mund t'i gjej aty, por ka gjëra që nuk janë, ose gjëra që krijohen brenda ditës, brenda një situate të caktuar që nuk t'i ofron ato. Prandaj ne duhet tekstin me doje mos ta lexojmë dhe ta shohim atë se çfarë logjikisht ta qëndron dhe a e ruan kuptimin e vërtetë. E vërtet, pa mos u humbur kuptimi. Mund të na thoni se çfarë mbështetje institucionale mendoni se ju duhet përkthyesve në mënyrë që të kryen punën si duhet, të themi me profesionalizëm? E thash pak më herët, unë atë që e kam imperativ në vetvete
E kam biseduar edhe me drejtorët e institucionit ku punoj edhe ky tani edhe ato të tjerët para tij që duhet politika të mendoj që ta zgjidh statusin e përkthyesve, jo të nxirren pra nga i kallopi, nga kategoria e administratorëve, dhe ta gjej veten në kategorinë e punonjësve profesionist. Dhe kjo mendoj se do të jetë ajo e para, sepse që në starti do të kesh edhe një trajtim tjetër edhe financiar në këtë aspekt. Por këtë pa ndihmën e politikës ne nuk mund ta bëjmë. Unë mendoj se duke e zgjidhur këtë çështje vetvetiu përkthyesi do t'i kthehet ai dinjiteti që e ka, që meriton ta ketë në punën e tij, sepse nuk është punë e lehtë përkthimi. Përkthimi është një punë jashtëzakonisht e vështirë, një punë me përgjegjësi, një punë stresuese, të cilën vetëm ata që hyjnë në atë proces, që e kryejnë atë punë, e dinë se çfarë do të thotë të ballafaqohesh me. Ndryshe tazëm është ai përkthimi i tekstit kur ulesh para kompjuterit dhe ke kohë dhe të mendosh, po ta çojmë mendjen tani të mendojmë edhe për përkthyesi simultan që futet në kabinat e përkthimit dhe si e ndjen veten ai kur ka folës atje që diskuton shpejt në mënyrë marramence, dhe ai si ta kap atë shpejtësi, ose ka gjëra që për momentin nuk mund t'i kujtohen ato. Prandaj është një sfidë tepër e vështirë, është tepër stresuese, që vetëm ata që punojnë aty e dinë. Se sigurisht ndodh me një fjalë të vetme, mund ta ndrosh komplet fjalinë, kuptimin e fjalisë, ja humbim dhe të merr fjalia një kahje tjetër, një domethënie tjetër. Mund të na thuani ju e cekët edhe pak më herët, domethënë se nuk është vetëm të kryesh fakultetin si përkthyes, por praktika jo. A organizon agjencioni të themi trajnime të tilla për përkthyesit të punë praktike të themi? Po, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe ka organizuar çdo vit gati trajnime për përkthyes dhe për lektor, ku aty kemi angazhuar profesor ligjërues nga Universiteti i Tiranës, Universiteti i Prishtinës, nga universitetet tona këtu, që kjo nuk them se kemi bërë namin, por kjo ka qenë një nismë e mirë që spaku të punësuarit në administrat, në pushtetin lokal apo në institucione tjera shtetërore që kanë pasur interesim për ta ndjekur këtë kurs. Tani se sa kanë përfituar ata, kjo është një pyetje që duhet t'u drejtohet atyre, sepse më së miri ata mund të flasin këtë. Unë vetëm e shoh vizualisht nga jashtë se çdo gjë që dëgjon, që ndikush flet për atë është e dobishme, natyrisht nuk ka kur gjë të keqe. Agjencia jonë këtë e ka bërë me dhjetra të punësuar në administratë, të cilat kanë shfaqur interesim për ta ndjekur këtë. Por kjo prapë është një punë ndoshta kryekëput teorike, ndërkaq punë praktike që thash unë duhet forma të tjera të zgjidhen, por mendoj se do të gjenden edhe këto forma të tjera, por jemi në proces që nuk është ndërprerje kjo. Nuk është ndërprerje, do të vazhdoni edhe më tej. Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes institucioneve arsimore me Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës? Shikoni, ne si agjenci kemi nënshkruar disa memorandume bashkëpunimi me institucionet arsimore, siç janë universitetet, katedrat, fakultetet e ndryshme, jo vetëm këtu, po edhe në Tiranë, edhe në Tetov, me Universitetin e Shtulit, me pothuajse të gjitha institucionet aty ku drejtimi filologjik, ku flitet ku studiohet pra gjuha ose studiohet përkthimi. Dhe këto gjëra është një gjë e natyrshme të ndodhin, sepse askush nuk është i vetë mjaftueshëm me atë status që ka, apo i gjithdijshëm të thoja. Të gjithë kemi nevojë ne për një bashkëpunim, për një sugjerim nga institucione të tjera, qoftë nga institucionet arsimore, qoftë nga ato shkencore, siç janë akademitë e shkencave, ku kanë sektorët e tyre të gjuhësisë, dhe ne këtë e kemi bërë vazhdimisht duke u konsultuar edhe për gjëra që nuk kemi mundur t'i zgjidhim vetë, sepse është çështje terminologjike, tazëm aty kemi dokumente, kemi shkresa që lidhen edhe me
terminologji ushtarake, terminologji të policisë, me terminologji mjekësore, terminologji ekonomike, të cilat është e pamundur një përkthyes t'i di të gjitha ato. Prandaj ne kur hasim në vështirësi u drejtohemi këtyre institucione të cilat na kanë ofruar madje edhe fjalor, edhe konsultime kemi bërë, kështu që çdo gjë është e kaluar. Sa kërkojnë të themi edhe institucionet tona të vendit tek agjencioni ndihmë për përkthyer ndonjë? Ata vazhdimisht kanë kërkuar, qoftë një emërtim një institucioni, qoftë një fjali, një shprehje, një term që nuk kam na drejtohen neve edhe me shkrim, po edhe nëpërmjet telefonatave që ne e kemi pritur atë me shumë vullnet, me shumë dashamirësi dhe kemi bërë çmosje atyre t'u ndihmojmë këtë. Dhe kjo formë unë mendoj se është formë shumë normale e komunikimit me të institucione, me agjencinë tonë, sepse deshëm apo s'deshëm, kjo agjenci është më kompetentja për çështjet përkthimit dhe të lekturimit. Prandaj ata e kanë bërë këtë, jo që nuk është diçka e panjohur. Pikërisht, sa është i rëndësishëm të themi edhe përkthimi i veprave letrare dhe historike për të promovuar kulturën shqiptare? Shikoni, përkthimi i veprave letrare është një punë kreative, një punë krijuese. Unë vetë kam përkthyer disa vepra të autorëve të tjerë në gjuhën shqipe që tani nuk e kam këtu për t'u krekosur, apo ka pasur raste kur unë me vite jam marrë duke përkthyer një roman apo një libër me poezi, por edhe anasjelltas nga shqipja kam përkthyer në maqedonisht. Kjo është një formë e vjetër, një formë që e bën gjithë popujt e botës e bëjnë këtë. Letërsia përkthehet në gjuhë të tjera, por është tjetër gjë pastaj cilësia, niveli i tyre se si bëhet, sepse sot jetojmë në një epokë marramendse të botimeve, stërpërkthime që askush nuk ka kontroll mos se çfarë bëhet. Botohet gjithandej, pra, me kriter dhe pa kriter, dhe kjo është ajo e rrezikshme, ai kaosi që lexuesi nuk mund shpesh ti filtrojë këto gjëra. Ndërkaq përkthyesit e mirë, ata përkthyes që dikur i kemi pasur, tani ata ngadalë po e mbyllin karrierën e tyre, disa po kalojnë në amshime, disa të tjerë janë ndërzuar për shkak të moshës e kështu me radhë, ndërkaq gjeneratat e reja të përkthyesve nuk e kanë atë nivel që duhet ta kenë. Përkthimet e tyre shpesh janë edhe gjëra që devijojnë totalisht nga esenca, nga kuptimi i tyre. Natyrisht kjo në përkthim, ata që merren me përkthime dinë këtë gjë se ka gjëra që tolerohen, por jo ti ndryshohet esenca, ti ndryshohet kuptimi. Që unë jo më larg se vitin e kaluar kisha një përkthim që kishte bërë dikush. Ma ofrojnë vërtet ai botuesi që ai sa ta rregullosh vetëm tekstin, ta rregullosh, po unë kur marrë krahasoj atje kishim të bëjmë me dy gjëra diametralisht të kundërta, dhe pastaj kur i shpjegoj unë se kështu ka ndodhur, atëherë mu lut që të bëj një përkthim tjetër, dhe jam marrun me muaj të tërë, jam marrë derisa e kam bërë këtë, dhe ai libër është botuar, tani është në duart e lexuesve. Pikërisht, a mendoni se përkthimi ndihmon në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor të shqiptarëve? Natyrisht, sepse ti e sjell në gjuhën amtare, do me thënë ti i bën shërbim gjuhës tënde në radh të parë. Dhe ky është një shërbim, do të thoja, madhor, sepse ti ja sjellësh Balzacun apo Homerin apo Victor Hugon apo ti ja sjellësh në gjuhën shqipe, nuk është punë e vogël. Kjo është një punë kapitale, e cila ka ndodhur dhe do të vazhdojë të ndodhë. Por ajo që duhet her pas herë të rishikohet është sepse vetë koha disa gjëra i vjetron. Për shembull, kemi të bëjmë me disa përkthime të vjetra, të cilat janë bërë ndoshta para 100 vjetësh, që sot ka evoluar, ka ndryshuar edhe gjuha, edhe terminologjia, shumë gjëra të tjera, të cilat sot kanë nevojë për përkthime të tjera. Dhe këtu ne ngecim ne shqiptarët, që edhe vetë institucionet nuk kanë ndonjë strategji, ndonjë politikë se si duhet bërë kjo, por padyshim që veprat kapitale të letërsisë botërore duhet të ketë disa variante, të ketë ashtu si ta zëm lulet e së keqe të Baudelaire-it, kemi
një 5-6 përkthime, cilat secili është më i veçantë se tjetri. Nga një herë bile krijon përshtypjen sikur kemi të bëjmë edhe me përkthime me një autor krejt tjetër. Njëri të zëmë poezinë Albatrosi e përkthen Zgalemi, tjetri e përkthen forma të tjera, ndërkaq që Albatrosi është një shpend që rri lartësive, ai kundron gjërat pra nga lartësia, është aty dhe kështu që këto variante janë të mirëseardhura. Mund të na thoni se a ka projekte për përkthimin e literaturës juridike, administrative apo shkencore në gjuhën shqipe? Projekte ka, normalisht varet nga institucioni si e sheh atë, madje është edhe në interes të vetë autorëve që veprat e tyre të përkthehen edhe në gjuhë tjetër. Ka autorë maqedonas të cilët vetë janë të interesuar që të botohen veprat e tyre në gjuhën shqipe, por edhe anasjelltas. Dhe kjo është një gjë shumë normale në një shoqëri shumë etnike, shumë gjuhëse, siç është Maqedonia e Veriut, ku përkthimi i literaturës, i veprave të autorëve duhet të jetë një domosdoshmëri dhe një formule zakonshme. Mund të na thoni se çfarë duhet të ketë parasysh një përkthyes, cilat kritere kryesore duhet i përmbush të themi një përkthyes? Koni, kriteret janë shumë specifike, varet nga secili autor veç e veç. Unë mund të flas për veten time, unë nuk përkthej pa e lexuar një libër, një vepër, çfarë do qoftë. Unë e marr, e lexoj, e rilexoj nga 2 herë, nga 3 herë. Ka gjërat cilat dhe nuk kapen aty, por duhet një herë ta pushtojmë pra atë rrafshin e gjuhësor të saj. A kemi gjëra që nuk shkojnë, që nuk perceptohen. Dhe kur të pushtohet ky rrafsh, atëherë unë i hyj atë që këtë ta mendoj shqip, sepse gjithë esenca është të menduarit në gjuhën në të cilën përkthen. Dhe kjo është ajo që një përkthyes duhet ta ketë. Duhet ai të mësohet të mendoj shqip, jo të mendoj në gjuhën prej së cilës përkthen. Sepse po e bëm atë, atëherë ne faktikisht i shpallim një luftë, të thojë, ose i bëjmë një dhunim gjuhës amtare, cila nuk guxon të ndodhë. Mund të na thuani se cilët janë planet apo prioritetet kryesore të agjencionit për vitin e ardhshëm në fushën e përkthimit? Shikoni, nuk ka prioritete, këtu ka detyra ligjore. Ne kemi obligim ligjor që t'i kryejmë ato. Institucione që na drejtohen për t'ju përkthyer një proces verbal, një raport, një statut, një rregullore, kështu me radhë, ne jemi të obliguar që t'ua bëjmë atë dhe t'ua afrojmë në afatin e duhur. Dhe kjo është puna e përditshme që vazhdon me intensitet të pazvogluar. Dhe kjo është e para, ndërka çështje tjera ne zhvillojmë edhe aktivitete të tjera. Ishte për shembull para 2-3 ditësh patëm një ftesë në Universitetin e Tetovës në seminarin e albanologjisë, ku mbajt në kuadër të saj edhe një panair ndërkombëtar i librit akademik dhe shkencor, ku ne atje paraqitëm një botim që kemi bërë me punimet e një konference shkencore që kemi mbajtur vitin e kaluar, pra libri titullohet Gjuha dhe Etnia, dhe këtë e prezantuam para auditorit të Universitetit të Tetovës. Dhe ky është një aktivitet por natyrisht kemi edhe shumë gjëra të tjera, botime të tjera të cilat duhet të dalin në dritë, dhe këtë do ta bëjmë ekipet tona. Mund të na thoni se e shihni të ardhmen e përkthimit dhe të gjuhës shqipe në administratë pas 5 ose 10 vitesh? Unë e përmenda disa herë që ky është një proces i pandalur. Po të bëjmë një retrospektiv, të shohim se ku ka qenë gjuha shqipe në këtë shtet, në këtë mjedis, edhe para viteve 90, por edhe pas viteve, do të shohim, do të bindemi se ky proces është ndalur kurrë, edhe përkundër rezistencës, pengesave, etiketimeve të shumta politike, propagandistike, kështu me radhë, por gjuha shqipe ka ecur përpara. Prandaj unë e shoh që këtë proces e shoh që të vazhdoj me intensitet normal, të natyrshëm në to, jo për ta irrituar ose për ta fyer diko tjetër, sepse e thash në fillim se ne nuk e pengojmë, nuk asimilojmë askënd, nuk është mekanizëm asimilues gjuha amtare. Por unë e shoh shqipen në një status të barabartë me gjuhën maqedonase.
Deshem apo s'deshem në ky shtet duhet të jetë binacional, pra këtu duhet të ketë dy gjuhë zyrtare, maqedonishtja dhe shqipja, të tjerat janë pakisa, pa dashur që ti minimizoj ose, por realiteti është i tillë, sepse kemi të bëjmë me një popullat numerikisht shumë të madhe. Dhe kjo, unë mendoj se është duke i gjetur vendin e vetë, pavarësisht prej pengesave, prej keqkuptimeve dhe luftës nizare që bëhe për ta ndërprerë këtë proces, por koha i sjell gjërat në vendin e vetë. Por ne duhet jemi në krye të detyrës, duhet me përgjegjësi ta kryejmë ato që na është që duhet të respektuar sa do jetë gjuha, cila do gjuhë të jetë një gjuhë amtare, ku është mbi 20% gjithsesi duhet të respektohet. Dhe cili është mesazhi juaj për përkthyesit me ditën ndërkombëtare të përkthyesve? Nuk kam ndonjë mesazh, unë më tepër kam një urat për ata, një urim që uroj shëndet dhe punë të mbarë në këtë sfidë dhe uroj që ta gjejnë vendin e tyre, trajtimin e tyre, ashtu siç meritojnë ata të duken dinjitos në punën e tyre. Uroj nga ana tjetër dhe vetë politika që të ketë pak empati më tepër për përkthyesi, sepse ata janë që krijojnë ura komunikimin mes dy popujve më të mëdhenj në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës për gjitha këto këshilla që i dhat për përkthyesit dhe për punën që bën agjencioni pikërisht që disa vite së funksionimit. Ju faleminderit dhe juve për këtë mundësi që na jepni vazhdimisht për të prononcuar lidhur me këto ngjarje. Ju faleminderit edhe një herë.